Një nga çështjet më sensitive të ditëve të fundit, që lidhet me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Dhe për këtë qëllim do doja që të referoja qëndrimin e ministrisë për sa i përket kësaj situate deri në këtë ditë. Së pari, normalisht është e rëndësishme të theksojmë faktin që aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është një prej projekteve infrastrukturore më të rëndësishme të dekadës së fundit në Shqipëri. Ka një pistë 3.2 km dhe me një kapacitet fillestar prej 2 milion pasagjerësh në vit dhe një pozicion unik në hyrje të rivierës shqiptare. Aeroporti i Vlorës përfaqëson pikë kritike të sovranitetit dhe sigurisë kombëtare, objekt ndaj të cilit shteti ushtron kompetenca të plota, mbikëqyrëse dhe rregullatore. Mos operimi ose bllokimi i tij nuk është thjesht çështje biznesi privat. Është çështje e interesit publik dhe shtetëror. Operimi i plotë i aeroportit të Vlorës do të mundsojë lidhje direkte me tregjet europiane dhe rajonale, zgjatje të sezonit turistik dhe rritje të fluksit të vizitorëve dhe lehtësim të investimeve të huaja në infrastrukturën bregdetare. Çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të matshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit. Pa mundësia për të ofruar infrastrukturë ajrore funksionale në jug të vendit, dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Shqipëria nuk mund të paraqitet jo serioze para partnerëve të saj për shkak të mosmarrëveshjeve private mes aksionarëve. Shteti shqiptar, në bazë të kornizës kushtetuese dhe ligjore, është i detyruar dhe plotësisht i angazhuar të garantojë funksionimin e infrastrukturave të rëndësisë së veçantë. Çdo infrastrukturë koncesionare me karakter publik dhe strategjik mbahet nën kujdesin e vazhdueshëm të shtetit, i cili vepron si garantues i fundit i operacionalitetit të tyre. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndjekur çdo fazë të procesit të ndërtimit të aeroportit të Vlorës, me vëmendje të plotë dhe rigorozitet institucional. Ministria ka siguruar që gjitha proceset të jenë në përputhje me detyrimet kontraktore, kushtet e koncesionit dhe kuadrin ligjor shqiptar dhe ndërkombëtar. Të drejtat dhe detyrimet e gjitha palëve janë respektuar në mënyrë të plotë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Megjithatë, Ministria vëren me shqetësim të thellë se sjellja deri tanishme e palëve zhvilluese, bllokimi fizik i kantierit, konfliktet gjyqësore ndërmjet aksionarëve, shkeljet kontraktore, akuzat penale kanë shkaktuar vonesa kritike dhe dëm reputacional ndaj projektit. Kjo sjellje nuk do të tolerohet dhe shteti do shfrytëzojë gjitha mjetet ligjore në dispozicion për të garantuar respektimin e detyrimeve kontraktore. Konflikti që pëmbengon realizimin e aeroportit të Vlorës duhet të kuptojmë që është në thelb një mosmarrëveshje e pastër, civile dhe kontraktore mes dy palëve private. Kjo mosmarrëveshje ka kaluar në disa faza eskalimi, nga debati brendshëm aksionar, në betejë gjyqësore dhe deri në hapjen e procedurave penale. Është thelbësore të kuptohet që ministria nuk është palë në këtë konflikt dhe nuk ka interes të favorizojë asnjërin palë aksionare. Siç shndron shumë qartë, tregon shumë qartë edhe qëndrimi i mbajtur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në gjitha proceset gjyqësore të zhvilluara deri tani mes palëve. Dhe këto janë gjitha publike. Shteti shqiptar ka dhënë koncesionin sipas procedurave ligjore, ka mbikëqyrur zbatimin e kontratës dhe ka ndërhyrë vetëm atëherë kur mbrojtja e interesit publik dhe të drejtës kontraktore e ka kërkuar. Konflikti aktual mes dy subjekteve tregtare në asnjë rast nuk do të tolerohet që të sjellë pasojat e tij mbi shtetin, ekonominë dhe qytetarët. Pozicioni i qartë i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është si vijon. Pavarësisht natyrës private të mosmarrëveshjes, asnjë nuk ka të drejtë të mbajë peng një infrastrukturë me rëndësi kombëtare. Zgjidhja e konfliktit është detyrë e palëve dhe gjykatave kompetente, por subjektet duhet jenë të qartë që asnjë mosmarrëveshje mes tyre nuk përbën shkak për mos zbatimin e detyrimeve kontraktore dhe garantimin e operacionalitetit të aeroportit, që janë detyrime të shoqërisë, të cilat aktualisht janë të papërmbushura. Ministria ka ndjekur hapet e nevojshëm ligjor
për garantimin e të drejtave të saj kontraktore dhe është e përgatitur të përdorë instrumentat e mëvonshëm kontraktore, përfshirë aktivizimin e çdo klauzole në kontratë për të siguruar që aeroporti i Vlorës të hapet dhe të operojë sipas afateve të detyrueshme, duke mos legjitimuar asnjë mosmarrëveshje si pengesë për ndërtimin e kësaj vepre. Të nderuar, jam i hapur për çdo pyetje që mund të keni për këtë çështje dhe për çdo çështje tjetër që lidhet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kush do ta marrë? Ju lutem se cili të prezentohet dhe të referoj pyetjet që ka. Ola Mitre, Televizioni Skan. Një pyetje për aeroportin, çështjen për të cilën ju sapo sqaruat opinionin publik. Kur thoni klauzolat të kontratës, çfarë nënkuptoni dhe cilat janë disa nga hapat që mund të përfshin këto klauzolat për zgjidhjen e konfliktit në mënyrë që të mos bllokohet vepra aeroportuale. Dhe ndërkohë një pyetje për një vepër tjetër infrastrukturore që ka të bëjë me infrastrukturën hekurudhore. Afati i fundit të paktën i deklaruar për vënien në operim të hekurudhës Tiranë-Durrës dhe degëzimit të ri drejt Rinasit është 3 mujor i parë i vitit 2027. A është ky afat i arritshëm apo kemi një afat të ri se kur do të udhëtojmë me tren, të paktën në këtë linjë hekurudhore që unë përmenda? Faleminderit. Ola, faleminderit. Për sa i përket klauzolave të kontratës, siç unë theksova gjatë fjalës sime, aeroporti i Vlorës është një vepër infrastrukturore shumë e rëndësishme, do thoja ndër më të rëndësishme në dekadën e fundit. Nuk bëhen aeroporte në Europë dhe në botë në mënyrë të përvitshme. Ka shumë vite që edhe në vende më të zhvilluara nuk zhvillohet me aeroporte dhe si e tillë ne e njohim shumë mirë rëndësinë infrastrukturore që ka ky aeroport. Patjetër, siç unë e theksova, aeroporti nuk është akoma operacional. Ku klauzolat e kontratës parashikojnë së pari vendosjen e penaliteteve, për të cilat patjetër Ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijojë me përcaktimin e tyre. Dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi i një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le të themi, shtyrje të afatit të kontratës koncesionare, apo deri edhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, argumenteve ligjore përkatëse sipas rastit. Ndërsa për sa i përket afatit të vënies në punë të hekurudhës Tiranë-Durrës, besoj se cili nga jush dhe nga, le të themi, publikime të infrastrukturës, vepra aty për bërjen e shinave kryesore të veprës ka përfunduar. Ai është një projekt në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Patjetër ka patur vonesa përkatëse për shkak se projekti i hekurudhës ishte kur është marrë kredia parë, ka qenë pa plot, pra në rastin konkret nuk ishte akoma fazën e elektrifikimit dhe nuk ishte edhe stacionet përkatëse. Dhe për të cilat fatmirësisht tashmë janë e zëruar. Ne sot kemi edhe procedurë përburimi për sa i përket elektrifikimit, që është faza përmbyllëse e kësaj procedure, le të themi, hekurudhore. Ndërkohë, elementi i rëndësishëm është edhe fakti që hekurudha shqiptare, pasi e ka maturuar projektin me Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, ka vendosur, sepse shqetësim kryesor ishte që pika fondore e hekurudhës ishte në Kashar. Dhe tashmë hekurudha shqiptare ka njoftuar fillimin e procedurave të prokurimit për të bërë dhe përmbylljen e 4 kilometrësh të fundit për ta sjellë hekurudhën Tiranë-Durrës në pikën e vet ku ka qenë gjithmonë te stacioni i trenit në Tiranë. Edhe kjo procedurë e cila tashmë është nisur dhe edhe është dhe publikuar dhe nga ana juaj. Në këtë kuptim unë vlerësoj që viti 2027 është tërësisht i realizueshëm dhe do stepesha për të dhënë një afat fundor, sepse duke qenë se siç u referova dhe elektrifikimi edhe përfundimi i 4 kilometrësh të fundit është në fazë prokurimi publik,
dhe ju e dini që në faza programi gjërat mund të shkojnë mirë dhe gjëra mund të ecë sipas le të themi procedurës, po mund të ketë një vonesë si e tillë, por ajo që unë mund të them është që brenda vitit 2027 patjetër që do kemi le të themi vijën e parë hekurudhore funksionale në Shqipëri. Faleminderit Ola. Përshëndetje Liza që diku nga Report TV. Zoti Ministër, se takon çështjen e aeroportit të Vlorës. Kur duhet të nisë? Kur duhet të nisin fluturimet në aeroportin e Vlorës dhe nëse është shkelur ky afat, a gjykon Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që mund t'i vendosë edhe një kushtozim që brenda këtij afati duhet të jetë aeroporti operacional? Dhe një pyetje të dytë, sa i takon tenderit të anulluar të portit të ri tregtar në Durrës, në Porto Romano? Ju mendoni se ose a e keni gati zgjidhjen që do t'i jepni këtij projekti? Sepse kur tenderi u anulluaj, u tha që do dilni shumë shpejt me një zgjidhje tjetër. Dhe një pyetje të tretë ka të bëjë me një kërkesë që ka ardhur nga shoqata e transportit, të cilët kërkojnë një zgjatje të rimbursimit që ju keni miratuar për naftën deri në shtator. Faleminderit. Eliza, faleminderit. Për sa i përket aeroportit të Vlorës, patjetër, siç unë referova në fjalën time publike, aeroporti nuk është operacional dhe duhet kuptojmë diçka, që kur flasim me operacionalitet në kuptim të kësaj kontrate koncesionare, por edhe në kuptim të aeroporteve, nuk bëhet fjalë vetëm për ndërtimin e veprës civile, po bëhet fjalë edhe për marrjen e gjitha certifikatave përkatëse për bërjen e mundshme të operimit ajror. Dhe kjo është fakt publik që nuk ka ndodhur as le të themi përfundimit total i infrastrukturës civile, dhe nuk ka ndodhur as le të themi operacionaliteti. Në bazë të kontratës të duhet të kishin ndodhur gjatë në momentin që jemi duke folur dhe unë prandaj referova që patjetër penaliteti do i vendoset subjekteve le të themi tregtare. Fakti është i tillë që dua të theksoj edhe fakti që mosmarrveshja në të cilën ju keni parë gjithë këto kohë dhe ka patur vëmendje publike gjatë kësaj kohe, është një mosmarrveshje private ndërmjet dy shoqërive që kanë marrë pjesë me vullnetin e tyre të lirë në garën e aeroportit të Vlorës. Dhe kjo mosmarrveshje, e cila ka shkuar tani që nga mosmarrveshje civile në gjykata civile deri në mosmarrveshje penale, po bëhet shkak për vonesat të mëtejshme të operacionalitetit të aeroportit të Vlorës, por jo vetëm, por bëhet shkak edhe prishjen e reputacionit të aeroportit të Vlorës. Gjithë ato, le të themi, ngjarje që ne kemi parë në ditët e fundit, patjetër janë të papëlqyeshme së pari për qytetarët shqiptar, e cila ajo vepër infrastrukturore është për qytetarët dhe pastaj edhe për qeverinë dhe për shtetin shqiptar që kishte për të përfituar le të themi një zhvillim të mëtejshëm dhe të turizmit në atë zonë. Dhe prandaj unë ju referova që patjetër ne si ministri e dim që patjetër ne do zbatojmë gjitha klauzolat përkatëse që njeh kontrata e koncesionit në mënyrë që të realizojmë operacionalitetin e tyre pavarësisht mosmarrveshjes që kanë palët. Për sa i përket Porto Romanos. Po, siç e referoni, edhe gara e dytë e shpallur, por Porto Romano nuk rezultoi e suksesshme. Ofertuesi i fundit që ishte i shpallur i suksesshëm, nuk arriti që të sillte kontratën e tij financiare. Dhe bëri një komunikim zyrtar me autoritetin portual të Durrësit, duke informuar që e kishte të pamundur të sillte një ofertë financiare për shkak të rritjes së kostove. Ai është një porti i Porto Romanos, është një port në mënyrë strategjike në kuptim të portit të korridorit 8, në kuptim të lëvizjes së portit të mallrave jashtë qytetit të Durrësit, por edhe në kuptim të le të themi mbrojtjes pasi ka dhe interes nga NATO për të qenë pjesë e gjithë korridorit 8. Siç unë e kam theksuar, ne jemi në komunikim të brendshëm të vazhdueshëm, do t'i japim një zgjidhje në mënyrë shumë të shpejtë, jemi duke bërë bashkëpunim përsëri shumë intensiv me konsulentin Royal Haskoning, që është ndër konsulentët më të mirë në botë për sa i përket
porteve dhe po vlerësojmë gjitha, le të themi, masat që mund të merren në mënyrë që ta rivitalizojmë atë projekt sa më shpejt. Do ju informojmë sapo të kemi, le të themi, një përgjigje definitive për mekanizmin e zgjedhur. Dhe për sa i përket shoqatës transportit, po, në fakt, unë para 2-3 javësh njoftova vendimin e Këshillit Ministrave që miratonte subvencionimin e 50 lekë për litër. Dua të theksoj faktin që ky subvencionim erdhi dhe si rrjedhojë e uljes time edhe kolegëve të tjerë të Ministrisë Ekonomisë, por edhe Ministrit Financave me shoqatët e transportit në kuadër të detyrës sonë për të ulur për masat, le të themi, menaxhuese dhe mbështetëse që mund të jepeshin dhe mund të jepen për, le të themi, subjektet e grupet e interesit për shkak të rritjes së çmimeve të naftës. Dhe ne u angazhuam në atë kohë që të kishim një masë mbështetëse, e cila u miratua. U angazhuam që kjo masë mbështetëse të ishte 50 lekë për litër, e cila u miratua. Dhe u angazhuam që pavarësisht kohës së miratimit, që u miratua në maj në fakt masë mbështetëse, ne do e kishim fillimin në aplikimit që nga muaji mars, kur ishte filluan efektet e krizës. Ajo çfarë mund të them në këtë moment është që patjetër ne do ulemi përsëri me shoqatët e transportit. Do shikojmë si do vazhdojnë dinamikat e kësaj